28 nëntor 2025. Jemi në ditën e Venusit. Gëzuar të gjithëve ditën e pavarësisë. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle dhe do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Ana tashmë ka filluar udhëtimin e saj tek shenja e Peshqve, për këtë arsye kemi shumë vendosje në këto momente, të cilat janë te shenjat e ujit. Prandaj dhe në ndihmë vërtet shumë më tepër sentimental. Lajmi më i mirë i kësaj dite është se Saturni mbaron retrogradën. Por duke qenë se është shumë i ngadalësuar, do të vazhdojmë që të jemi shumë të përgjegjshëm. Dita e sotme do të jetë në ndikime shumë më të zbuluara, por mund të kemi kontradikta të cilat mund të dalen në sipërfaqe, në qoftë se nuk jemi të vëmendshëm dhe reagojmë në mënyrë sentimentale. Mos të jemi shumë më të kujdesshëm dhe përgjegjësive që kemi kundrejt fëmijëve dhe të moshuarve. Një efekt që mund të bëjë pak problematik do të jetë agresioni që mund të dalë pothuajse më njëherë ndërmjet grupeve të cilat kanë ideologji të ndryshme. Kjo është edhe pika ku do të këshilloj të gjithëve që të jenë pak më të kontrolluar dhe të menjënojmë situatat ku e vëmre që tensioni është i lartë. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me